Në tremujorin e parë të vitit 2026, erdhën në jetë 5146 foshnje në të gjithë vendin, duke shënuar një rritje me 1,0% krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2025 sipas të dhënave të Instat. Referuar shifrave zyrtare, kryeqyteti mban peshën më të madhe të vegjelve që kanë ardhur në jetë me 2438 foshnje përgjatë periudhës janar-mars të këtij viti. Më pas, një numër të lartë lindjesh përgjatë tremujorit të parë të këtij viti u regjistrua në Durrës me 511, ndjekur Njafjeri 409 foshnje, Elbasani me 338, me 310 Shkodra, Korça 237 lindje, 196 Lezhë dhe Berati me 158, ndërsa Qarku që regjistroi numrin më të ulët të lindjeve përgjatë muajve janar, shkurt, mars, ishte Gjirokastra me 59 lindje sipas Instat. Referuar të dhënave zyrtare të Institutit të Statistikave, krahasuar me T1 të vitit 2025, rezulton se gjatë këtij viti pati rritje të lindjeve në 6 qarqe dhe rënje në 5 të tilla. Nga ana tjetër, në tremujorin e parë të këtij viti u regjistruan 5514 vdekje, prej tyre 1422 në Tiranë, 652 në Fier, 578 në Elbasan dhe qarku me më pak vdekje rezulton Kuksi me 99 vdekje gjatë periudhës janar-shkurt-mars 2026.